migrant prej 30 vitësh. Më ka ardhur fleta e votimit dhe ka plotësuar, por më thanë që ne nuk dim gjë ku do e postosh. Hyra në Google dhe më doli, miqës doli Rama Nudo, më doli se duhet ta postoj në një nga ato lojrat e fatit atje dhe postova, nuk kam besim që zarfi im do vinë në zyrën e KQZ-s. Nuk është vetëm zarfi im, por në Greqi është shumica e votuesve shqiptar. Ju lutem merrni në konsiderat kërkesën time. Ka përveç se u kthye trendi, ashtu siç ndodhe me numërimin, ka një le të themi dallgë shumë të madhe me qytetarë që tregojnë hapur mbështetjen e tyre ndaj opozitës, flas nga diaspora, por përteksa ka dhe një dallgë me shqetësim. Është e vërtetë. Sa konkret është ky shqetësim? Është e vërtetë, në një kohë shumë të shkurtër të kesh një fluks të tillë shqetësimesh, ankesash për problematikat që janë has tashmë në këtë proces, është një fenomen shumë shqetësues, i cili duhet marrë me seriozitet maksimal nga KQZ-ja, besoj si autoriteti kryesor për menaxhimin e Ka përshtypjen se përgjegjësinë e keni ju tani ndaj atyre që ju kanë dhënë votën, se Jo, ne kemi administron KQZ-ja. Patjetër, ne kemi përgjegjësinë e denoncimit dhe ngritjes zërit fuqishëm për këto lloj problematikash. Por nga ana administrative flas, çështjen dhe përgjegjësinë kryesore e ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si dhe autoritetet shtetërore shqiptare për të garantuar një proces të rregullt. Nga ana tjetër po ju thoja që dje që ka filluar edhe votimi i qytetarëve të qarkut Shkodër, ka filluar edhe një fluks i madh ankesash. Për shembull, nga Italia më morën në telefon të njohur të mi, të cilëve ju kishte ndodhur një fenomen që dujshëm, kishte shkuar zarfi dhe ishte bosh. Po letrën denoncuar edhe kjo. Më duk gati absurde. Mendova se kishte tallë, se po u tallte, nga që ishte një mik i imi i afërt, thash po bënte një shaka. Edhe thash s'ka mundësi. Ai kur tha është e vërtet, me një shqetësim të jashtëzakonshëm, ka ardhur zarfi dhe s'ka asgjë brenda. Thash po duhet ta denoncojmë, duhet të ngrerim zanin atëherë. Është patronazhim apo defekt? Nuk e di tani si ta marrim. Dëgjova që kishte pas një deklarat për gabime, administrimi. Po çuditshme që ka zarfe bosh, ndërkohë që e dim që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka printuar fleta tepër. Tani kjo është për të studiuar, për të pa se si mund të ndikojë, a mund të jetë pjesë një tentative për të jetërsuar votën e qytetarëve shqiptar, por është një fenomen që faktikisht ekziston. Ashtu siç një tjetër shqetësim dëgjova për faktin që posta rezultonte të ishte dorëzuar, ndërkohë që personi marrës nuk dinte asgjë për zarfin e tij apo për votën e tij. A është aq e madhe dallga e votave pro jush sa mund të tejkaloj dhe normën e zakonshme të manipulimit? Unë e besoj fort këtë, duke parë në një farë mënyrë një fluks të jashtëzakonshëm në rrjetet sociale kryesisht tani. Është evidente, jemi realist për te thirrjes tonë për të mos ta bërë publike votën, në mënyrë që qoftë është për opozitën e vlen bëhet publike, po shiko, ato që bën publike do të thotë që nuk kanë frikë. Thirrja jon për të mos ta bërë publike, për mos të pranu fotografimin e votës, ishte kryesisht për rastet për të mos ju bindur atyre urdhrave apo tentativave të patronazhistëve për të kontrolluar votën e qytetarëve shqiptar. Por nëse ato me vullnet tyre të lirë dëshirojnë ta bëjnë publike votën e tyre, nuk mendoj se ka ndonjë problem. Për sa kohë është e pa identifikueshme në kuptimin dikush më tha që ka emrin edhe kur e kthen atë zarfin, kështu që nuk është Nëse nuk e kam shumë të qartë se si rezulton, por fakt është që ka një fluks të jashtëzakonshëm në rrjetet sociale me votë fatmirësisht pro opozitës, çka tregon edhe një trend. Nuk është se kanë munguar. Sigurisht edhe kjo është e vërtetë, nuk kanë munguar kurrë. Por çuditërisht pastaj në fund si kanë munguar Lulit që nuk donte të bëjë kryeministër. Vërtet sikreti shkreti kur pa që po i afroi fitores. Edhe e vërtetë edhe kjo. Dhe që doli nga llafi i Avlantit. Por realisht ka një vullnet, ka një frym të
të madhe dhe dëshirë të jashtëzakonshme për të ndryshuar. Çka e konstaton lehtësisht edhe në takimet fizike me njerëzit, në kontaktin e vazhdueshëm që kemi gjatë këtyre ditëve të fushatës. Sali Berisha dje i adresoi xhabaftët në mënyrë të drejtë për drejtë me emër dhe mbi emër, nuk kishte ndodhur kjo